Ndërkohë, ndalemi në një zhvillim të fundit, Olta Xhaçka është paraqitur në SPAK. Kam kolegun Eni Ferrati atje për na sjellë detajet më të fundit. Eni, përshëndes, çfarë ka ndodhur? Mëngjes Thimi, ka vetëm pak minuta që deputetja e Partisë Socialiste, Olta Xhaçka, gjithashtu ish ministre e Mbrojtjes dhe ministre e Punëve të Jashtme, është paraqitur në prokurorinë e posaçme, ajo është paraqitur e vetme pa praninë e një avokatit, ka do të thotë që është ftuar të jap deklarime në cilësinë e personit që ka dijeni lidhur me hetimet që po kryen prokuroria e posaçme. Për momentin nuk dihet se kush është dosja për cilën SPAK kanë kërkuar dëshminë e zyrtares së lartë ish ministres Xhaçka. Kujtoj këtu që kjo nuk është hera e parë që zonja Xhaçka është paraqitur dhe ka dhënë deklarime në prokurorinë e posaçme. Më herët ajo është hetuar nga SPAK lidhur me një kallëzim të cilin e depozitoi në prokurorinë e posaçme Fredi Beleri, ish kryebashkiaku i zgjedhur i bashkisë Himarës, por i cili nuk arriti që ta ushtrojë detyrën e këtij mandati. Fillimisht SPAK hetoi zonjën Xhaçka lidhur pikërisht me kallëzimin e zotit Beleri, por që më pas dosja u pushua, megjithëse shkalla e parë urdhëroi që gjykata e shkallës parë urdhëroi që zonja Xhaçka dhe bashorti i saj Artangaçi të hetoheshin. SPAK nuk u pajtua me këtë vendim, ankimoi në gjykatën e apelit. Gjykata e apelit i dha drejt SPAK-ut duke vendosur mos fillimin e procedimit penal, pushimin e çështjes pra për këtë kallëzim. Madje Beleri ushtroi rekurs edhe në gjykatën e lartë ku lan fuqi vendimi i apelit për mos hetimin lidhur pikërisht me procedurat ku Artangaçi, bashorti i zonjës Xhaçka, mori dhe statusin e investitorit strategjik, por që më pas toka mbi të cilën do të kryej investimi rezultoi me procedura jo të lishme dhe për këtë në fakt u vunë në përgjegjësim penale dhe kryebashkiaku në detyrën atë kohë i Himarës Jorgo Goro, madje duke u dënuar dhe nga gjyqësori lidhur me këtë dosje. Mbetet për të parë nëse zonja Xhaçka pas daljes nga ana e prokurorisë së posaçme do të jap një reagim apo sqarim për mediat se kush është dosja mbi cilën ajo është thirrur në prokurorinë e posaçme, diçka çka mendohet, duke patur parasysh edhe hetimet gjatë asaj kohe të prokurorisë posaçme, ndoshta mund të jenë pronat e ushtrisë, ku SPAK po heton edhe rolin e zyrtarëve të kohës lidhur me disa procedura ku sa i takon pronave të ushtrisë. Janë disa dosje penale në fakt që po hetohen nga prokuroria e posaçme, duke nisur nga porti i Limionit në Sarand, por edhe në Shëngjin dhe zona të tjera, ku SPAK në bazë të disa kallëzimeve që kanë bërritur po heton procedurat se si këto prona janë nxjerrë jashtë planit të ushtrisë, duke i kaluar për investitorëve dhe SPAK po heton pikërisht procedurat qoftë të zyrtarëve civil, por dhe zyrtarëve ushtarak të cilët kanë qenë të ngarkuar dhe kanë firmosur pikërisht lidhur me këto procedura. Okej, Eni Ferrati, faleminderit. Do të jemi sërish bashkë nëse ketë zhvillime të tjera në minutat e në orët në vijim. Të përshëndes.